Një gjë e mendoj ndryshe, jo ndryshe, jam me ju në drejtimin e Meritës Luftës, por mendoj për shembull kam lexuar jetën e Patar Anton Arapit, që një mendje brillante bëri revistën Shenzat, ju e dini, domethënë një iri që ka dhënë një kontribut shumë të madh për Shqipërinë. U fut me regjencën dhe ai ka një, do ta keni lexuar ju, një fjalim që ban kur mori regjencën. Pse e mora, thot? Sepse në këtë përleshje të fuqive të mëdha, thot, ne mund të hajmë në i shqenë, thot, që mund të hupim krejtë si kom. Pra, a duhet gjyku historia dhe komunistat që morën pushtetin 45-ën, a mund marrë një qëndrim? Nuk po them që mos të shkoni, po jo deri aty, domethënë që u bërë një masakër, do të gjyku në raport me kohën, historia. Se sot dalim gjithë mençëm dhe në kohën e komunizmit, sot bëhemi gjithë të zgjuar komunizmin, dhe kush bëhet? Komunisti. Komunisti më konservator bëhet sot, jep mend se si ka luftu dhe ka rrëzu komunizmin. Ky lloj raporti, a do na bëjte pak më qytetëru, më civil? Unë përgjësh pse sot të qëmë në Grekisë. E tha që ky Ralis, që ishte familje kryeministrore greke, edhe më disa vite djali i tij u bë kryeminist i Grekisë. Viktor Burg. Dhe po thënë, po e ka fjalë që ti dëno atë pjesë. Jo djali, që kemi djali, që kemi nipin. Dëno atë vetë ti ka bërë gabimin. Ai sa ka bërë dhe ai sa bëhet. Pjesën e i vran fare, i zhdukë. Shiko, ajo pasaj të gabime të rëtën. Pa do është vrap një tjetër, i për lërë tjetër. Lufta klasave. Ushtria, do më thënë, generale ushtrisë u martirizuan komplet. Dhe unë njofë gjithë personalisht. Edhe apsit, edhe karakterit dhe gjithë shka. Edhe përjetin e tyre. Në nga generale shperja të aftë, nuk ishtë në shumë këtë në këtë. Se të përjeti që njeri në kohë, në bërë që ka mesus të bërë tjetër. Ja, i punët mesusi i kemi.